Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me postu edhe një recetë, pra me nda me juve motra të dashura. Kjo recetë është vetëm për humbje të barkut, pra sidomos për juve që ju ka mbet barku i madh edhe mbas lindjes, po ashtu edhe e dina të gjithë se mas shumti dhjomi pra formohet në pjesën e barkut, po ashtu është mas vështiri krejt trupin. Shumë herë e kemi ndëgjuar dhe motrat ashtu të ditë që e lexoj shkrimet e tyre, shembull që thojnë në krejt pjesë e trupit po do psohemi shumë shpejt, barkun s'ka kush që e zhduk. Pra për me ul barkun, me shkri dhjomin në pjesën e barkut. Krejt përbërësit që ju nevojiten për këtë recetë janë: e merrni një gotë të 250 ml me ujë të ftoftë, një lugë të mesme me fara chia, pra chia zamën, këtu në Gjermani e gjeni në çdo market, pra i gjeni me bli, një lugë të mesme me fara chia, pra edhe një lugë të mesme me kanellë, për ndryshe cimt. Kjo që shpërshifni krejt identik duhet me ble, pra e gjeni në çdo market ushqimor. Një lugë të mesme pra me kanellë, një lugë të mesme fara chia, edhe një gotë 250 ml me ujë të ftoftë. E merrni fara chia, e qetni pra në ujë në 250 ml ujë, një lugë të mesme me kanellë, i përzini mirë, edhe i leni të qëndrojnë pra të gjitha të dyja me ujin së bashku të përzira, pra i leni të qëndrojnë për 15 minuta të mbuluara me një tabull të filxhanit të kafes turke, 15 minuta. Përdorimin e bani kështu: një orë para se të shkoni me flajt, pra, sepse atëherë mas shumti pra shkrihet dhjomi kur të shkoni me flajt, pra gjatë gjumit që nuk konsumoni kur gjë. Për ndryshe kjo është një recetë fenomenale që ja humb edhe apetitin juve, pra ja u rregullon hormonet e trupit, ja u rregullon insulinën e trupit, që është shumë e shëndetshme. Se i përmena, pra si i përmena në fillim, këta 3 përbërës i përzini, e mbuloni gotën me një tabull edhe leni pra 15 minuta të qëndrojnë të mbuluara. Mbas 15 minuta edhe një herë para se me konsumu, me pi për ndryshe, i përzini me lugë edhe të gjitha i përzini së bashku edhe i konsumoni. Një orë para se me ra me flajt. Përdorimin e bani pra derisa ta arrini ju efektin që barku ju bëhet për ndryshe, që shtemi në pet, që ju shkrihet krejt dhjomi edhe është tepër efektive, efektin keni me pa pra brenda javës, matnë një herë para se mja fillu belin, pra sa e keni belin, pra mosat e belit, edhe keni me vrejt pra sa ka më konë ndryshimi i shpejt. Mos harroni që shpeshifni në fotot njëjten me ble, pra këtë kanellën e gjenin Kaufland e gjitha marketet tu në Gjermani, pra tek melmesat, po ashtu në Kosovë ka kanellë, edhe fara chia, po ashtu ka çdo kun, i përzini të trijat edhe i pini një orë para se me flajt, keni mo bind vet edhe shifni vet. Pra kjo recetë është vetëm për humbjen e barkut, shkrirjen e dhjomit, për rregullimin e hormoneve edhe rregullimin e insulinës në trup. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit për pëlqimet e gjitha recetave të mia, faleminderit që më ndjekni. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshim.